Autoriteti antitrust i Italisë ka gjobitur kompaninë e shitjes së biletave dhe 6 operator turistik me afro 20 milion euro në lidhje me praktikat e grumbullimit të biletave, që kufizojnë hyrjen në Koloseumin Romak, tha rregullatori të hënën. Autoriteti tha se kishte gjobitur Cop Culture, e cila ka menaxhuar shitjet zyrtare të biletave për Koloseun nga 1997 deri në 2024 me 7 milion euro për dështimin në parandalimin e grumbullimit automatizuar të biletave dhe për rezervimin e një pjese të madhe të biletave për paketat e veta turistike. Autoriteti tha se kjo sjellje çoi në mos disponueshmëri të konsiderueshme dhe të zgjatur të biletave me çmime standarde për atraksionin më të njohur turistik të Italisë, duke i detyruar konsumatorët që të blejnë bileta me çmime më të larta, të shoqëruara ato dhe me shërbime shtesë. 6 operator turistik u gjobitën gjithashtu për blerjen e biletave me shumicë përmes softwareve, duke kontribuar në zhdukjen e shpejtë të tyre nga faqja e internetit e Cop Culture. Operatorët më pas i kanë rishitur biletat të shoqëruara me shërbime të tilla si ture me guid ose akses me përparësi, shpesh me çmime dukshëm më të larta, tha rregullatori. Hetimi nisi në korrik të 2023-shit, pas ankesave të shumta se ishte pothuajse e pamundur për vizitorët individual që të blinin bileta për në Koloseum me çmimet zyrtare të publikuara në internet.